nuk i du të s'kumbas shëllën në mytë asë njërë. Këna nejt mal 5 dit. I ndjeri është privuar nga jeta vetëm mendit të shton nga revolja. Në gjykatën e apelit të Hejten është mbajtur seanca ndaj Valmir Saliu dhe Florian Mitev, pasi që ishin dënuar nga gjykata themelore në Gjilan për vrasjen e Sokol Osmanit. Ngjarja kishte ndodhur më 7 nëntor të vitit 2024, ku dy të akuzuarit sipas prokurisë me dashje e në shenjë hakmarrje për shkak të një konflikti fizik paraprak, kishin privuar nga jeta tashmë të ndjerin Sokol Osmanin. I akuzuari Saliu ishte dënuar me burgim në kozgjatje për 25 viteve, ndërsa i akuzuari i dytë me 8 vite burgim. Në seancën e apelit, palësh shpalosën ankesat në lidhje me vendimin e shkallës së parë. I ndjeri që është privuar nga jeta, këtina nuk i kujtohet se a e ka vrej, a e ka godit, apo a ka qenë pjesëmarrës i asaj rraje. Lidhur me këtë çështje është përpiluar në shënim zyrtar nga ana e policisë. Shënimi zyrtar do t'ia prezantoj më vonë si problem po, mirë po, ka rezultuar që ata nuk kanë marrë kurrë veprime hetimore për të vërtetuar se çka ka ndodhur lidhur me incidentin. Asnjë provë nuk e fakton që Valmir Saliu ka pas raporte të zhvilluara me të ndjerin që është privuar nga jeta. Do raportet ta nuk kanë pas. Ky e ka takuar atë disa herë në qytet. Po ta kishte qëllimin për me privu nga jeta të mundësia ka qenë shumë e mundshme dhe nuk ka pas nevojë me e shtyje këtë çështje Nikol Jazarën në këtë gjatë. Kur është fjala për shkeljen e kodit penal. Për shkeljen e kodit penal, çështja kruciale këtu i lidh ngarkesë hakmarrja e paskupullit. Çdo vrasje e ka një motiv. Dhe vrasja ka një motiv. Ama këtu paskupullsi nuk ka. Pse nuk ka paskupullsi? I ndjeri është privuar nga jeta vetëm mendit të shton nga revolja në kumbilikun e shpinës. Do të thotë nuk kemi paskupullsi. Paskupullsia është diçka krejtësisht tjetër dhe këtu nuk manifestohet kurrë paskupullsie ndaj të ndjerit dhe veprimet të akuzuarit Valmir. Është vërtet shumë pas probleme zanjar. Kjo si shkak pasojë e konfliktit me Fanol Mehmetin dhe Xherdet Ledivën. Nuk është si pasojë, shumë akuzojnë ta mu kemi njërin për një grësh mas 2-3 vite, pretendojnë një dëshmitar që kanë manipuluar ngjarjen, pretendojnë që ma kam shumë një grësh ta mas 3 vite, 2, mas një kohë shumë vake ma atë mirën kur të ndjerit, mas nuk është i ndjerit mesin tonë, pretendojnë ja gjyqtarën, atyren, nuk është vërtet, nuk më pas kur fa qëllim hakmarrës diçka, e më taku mas që më pas probleme Fanolin edhe Xherdet Ledivën, edhe aty për flikës e musulmonë ndjerin se nuk ka këti një shumë keqe aty shidhën kamera, edhe nuk i du të s'kumbas shëllën në mytë asë njërë. Mundimi jo se nuk ekziston elementi të vetës penale për të cilën i panderoj Florian Mitev në shpata e kodrë të nërë në gjithë me dënim. Me po ne i propozojmë gjykatës që të bëhat rësipsimi i vetës penale dhe të ndryshohet aktgjykimi penal dhe njëri të shpallët shtator për vetën penale mos lajmërimi i veprave penale. Kom e shtu se në vazhdimësi pretendojnë që i kom ndihmu me ushqim, e kom shif Valmirin, është e vërtet njëherë që jenë të largu për vendin ngjarjes se në nërë këna blej ushqim dhe cigare. Edhe nuk kena dollë më për mali. Kena nejt mal 5 dit dhe kena vendos të policia më ndërzu. Edhe me e kumpone, kresnimet, shka i ka pos Valmiri, i kumpo në telefon, në sytme, i Fanolit, Afrimit, edhe Xherdet.